Ministria e Mjedisit ka nxjerrë për konsultim publik ndryshimet në ligjin për lejet e mjedisit, duke vendosur standarde më të rrepta për kontrollin e ndotjes dhe monitorimin e aktiviteteve industriale. Sipas relacionit shoqërues, projektligji synon të kalojë nga një model i bazuar kryesisht në kontrollin e ndotjes drejt një qasje parandaluese dhe të integruar, ku operatorët industrial do të detyrohen të zbatojnë teknikat më të mira të disponueshme, të monitorojnë në mënyrë të vazhdueshme ndikimin e aktivitetit të tyre dhe të raportojnë periodikisht rezultatet tek autoritetet shtetërore. Një nga risitë kryesore është detyrimi për krijimin e një sistemi të menaxhimit mjedisor për instalimet që pajisen me leje mjedisore. Ky sistem do duhet të përfshijë objektiva konkrete për reduktimin e ndotjes, përdorim më efikas të energjisë dhe burimeve natyrore, si dhe masa për minimizimin e mbetjeve. Për herë të parë, operatorët do duhet të hartojnë dhe plane transformimi me objektiva për reduktimin e emetimeve të gazeve serë deri në vitin 2050, duke përcaktuar investimet dhe burimet financiare të nevojshme për arritjen e tyre. Ndryshimet pritet të sjellin dhe kosto shtesë për bizneset, veçanërisht për instalimet e kategorisë A dhe B. Relacioni shpjegon se operatorët do duhet të investojnë në sisteme monitorimi, auditime periodike, raportime mjedisore në përgatitjen e raporteve bazë dhe zbatimin e teknikave më të mira të disponueshme. Nga ana tjetër, institucionet shtetërore do duhet të investojnë në përmirësimin e sistemit elektronik të lejeve mjedisore dhe në krijimin e bazës së të dhënave publike.